Të gjithë besimtarët musliman kanë nisur muajin e shenjtë të Ramazanit, e cila përkon edhe me agjërimin si një nga adhurimet që bëhet për këtë muaj. Me ne është bashkuar imami Leonard Çela. Faleminderit shumë imam që gjetët kohën për ne dhe urime për këtë muaj, qoftë sa më i lehtë për ju dhe për gjithë besimtarët. Amin. Faleminderit juve. Gjithmonë është kënaqësi të jemi bashkë, kështu që lutim Zotin që ky muaj të jetë i begat për gjithë secilin për atyre që agjërojnë. Të sjelli atë qetësinë shpirtërore që ky muaj synon tek gjithë secili prej nesh, të fitojmë mëshirën e Zotit, edhe të bëhemi njerëz më të mirë, të përmirësohemi, se në vetvete Ramazani këtë qëllim ka, që njeriu të lidhet fort me Zotin, sidomos në këtë formë adhurimi që jetë çdo sekondë lidhur dhe duke menduar krijuesin. Kjo e bën më pas që njeriu ta bëjë më të dobishëm për veten, për familjen dhe për mbarëshoqërinë. Kështu që lut Zotin që kjo të arrihet nga gjithë secili prej nesh. Imam, ta nisim një herë me një kakofoni që u krijua edhe për shkak të datave, fillimisht se kur do të ishte dita e parë e Ramazanit, kishte versione ndryshme që qarkullonin sidomos në media dhe në rrjetet sociale, por më pas u vendos që të ishte pikërisht dita e sotme, data 19 për të nisur muajin e shenjtë të Ramazanit. Pse ndodhi kjo kakofoni këtë vit? Po sepse kalendari që ndjekin muslimanët për adhurimet specifike vjetore, siç është muaji i Ramazanit, bëhet në bazë të shikimit të hënës, të kalendarit hënor që ne quajmë. Dhe dihet që hëna ka fazat e saj, dhe siç dihet çdo vit Ramazani vjen ose 10 ose 11 ditë më përpara. Dhe pikërisht ky 10 apo 11 ditë përcaktohet nga shikimi i hënës së re të muajit të Ramazanit. Normalisht këtu ndarja u bërë për këtë fakt, sepse disa le të themi shtetet muslimane, duke marrë përballë shkencën në këtë rast, duke bërë parashikimin eksakt të hënës dhe të fazave të saj në bazë të kalkulimeve që bën në aspektin shkencor, e kanë përcaktuar datën fiks ditën e 19 që futet pra hëna e re. Ndërkohë në gjirin arabik u pretendua që u pa hëna me sy të lira apo me teleskopët që ata përdorin dhe thanë që ka filluar Ramazani, pra është hëna e Ramazanit kjo. Prandaj këto janë gjëra që nuk janë të reja në botën islame. Por ajo çfarë dihet me saktësi tash më mbrapa është fakti se hëna e re mund ta quajmë në hemisferën tonë, në Europën ku ne ndodhemi, u pa një ditë më mbrapa. Pra, do të thotë ne sot mund bëhet ky debat sepse për shkak të teknologjisë ti e merr menjëherë informacionin në mënyrë të drejtë për drejtë. Por nëse do të ecim me këtë logjik, nëse para disa vitesh kur ti nuk e kishe këtë akses të informacionit, edhe pse mund të ishte parë hëna diku dhe nuk është parë në vendin tënd, atëherë automatikisht ata atje mund ta fillojnë Ramazanin dhe ti mund ta fillosh kur ta shikosh hënën. Dhe kjo në fakt është dhe tradita e profetit që ju do ta filloni Ramazanin kur të shikohet hëna. Kështu që për vendin ton hëna ishte parashikuar që të shikohej pra për datën 19 që të ishte Ramazani dhe kështu siç e shikojmë është ai debati ndodh ndonjëherë kjo kështu, por gjëra që nuk janë shumë me zarar, sepse ndonjëherë duke fokusuar debatin në këto tema humbim atë atmosferën e ngrohtë të muajit të Ramazanit. Absolutisht, e po ashtu lidhja që bëhet mes dy Ramazanëve ndodh për shkak edhe të agjërimit. Ka disa persona që nuk kanë mundur që të plotësojnë disa nga ditët në Ramazanit paraardhës. Çfarë ndodh me ta që i ka gjetur ky Ramazan, por që kanë akoma ditë që nuk e kam plotësuar nga Ramazani i kaluar? Po, këto janë njerëz të kategorive të veçanta që i quajmë neve. Zakonisht gratë janë ato të cilat përfundojnë në këto situata për shkak të gjendjeve të tyre të përmuajshme, të cilat ditët që janë të papastërta duhet t'i zëvendësojnë mbas Ramazanit. Mund të jenë njerëz që kanë udhëtuar dhe këta në udhëtim je i lirë që mos të agjërosh kur merr rrugë të gjatë, domethënë largohesh nga vendbanimi jot për në një qytet të largët apo një shtet të largët. Dhe këta njerëz janë të obliguar më pas t'i zëvendësojnë më mbrapa. Njerëz që mund të jenë të sëmur, mund të sëmurën dhe të shërohen po ashtu brenda Ramazanit dhe disa ditë që t'i kalojnë në sëmundje duke përdorur ilaçe, edhe këta duhet t'i zëvendësojnë më mbrapa. Dhe nëse akoma nuk i kanë zëvendësuar dhe i ka gjetur Ramazani i ri,
ata janë të obliguar të agjërojnë këtë muaj Ramazani. Domethënë akoma nuk janë të zëvendësuara ditët e Ramazanit të kaluar. Kështu që menjëherë mbasi të mbaroj ky Ramazan, atëherë janë të obliguar le ta dinë që i kanë borxh, domethënë Allahut të lartësuar ditët që nuk kanë agjëruar dhe kështu duhet t'i zëvendësojnë sa më shpejt jetë e mundur. Cilat janë ato kategoritë që nuk agjërojnë këtë muaj dhe që lejohet tek Zoti? Zakonisht kategoritë që i bie përgjegjësia në agjërimin e Ramazanit, ose thënë ndryshe, si fillim, ata që e kanë obligim Ramazanin janë ata që janë të rritur, kanë arritur moshën e pubertetit, janë musliman, janë mirë mendërisht dhe janë mirë nga aspekti shëndetësor. Të gjithë këta e kanë obligim para Zotit të agjërojnë muajin e Ramazanit. Pastaj nga këtu fillojnë edhe ndan kategoritë të cilat nuk i plotësojnë këto kushte, si kryesore është shëndeti. Pra mund të futen kategoritë e njerëzve me sëmundje kronike, diabetikët, njerëzit që kanë ilaçe që jeta e tyre rrezikohet nëse do të marrin ilaçet në kohë, udhëtarët siç e përmendëm pak më lart, dhe të gjithë këto, pra në momentin që agjërimi do t'i rrezikojë atyre shëndetin, do t'i rrezikojë atyre jetën, atëherë mbi ta bie obligimi, por patjetër në Kur'an është e qartësuar qartë që njerëzit që nuk kanë mundësi të agjërojnë për shkak të këtyre arsyeve, mundet që të paguajnë një fidje që quhet, një dëmshpërblim për ditët e agjërimit. Dhe kjo është akoma një dimension shumë i bukur që sjell muaji Ramazanit, qoftë shpirtëror dhe social. Shpirtëror nga aspekti se njeriu që e vuan shpirtërisht pse s'ka mundësi të agjërojë për shkak të pengesave që ai ka, i jepet mundësia që me një vlerë monetare prej 400 lekësh të reja për çdo ditë apo 120.000 lekë të vjetrave në muaj, ai të gjejë një familje të varfër dhe të shkojë t'ia japi atyre në formë kompensimi për të gjithë muajin e Ramazanit. Kjo zakonisht ndodh nga moshat e thyera që, siç e përmenda më lart, kanë këto pengesa për të arritur të agjërojnë të plot muajin e Ramazanit. Dhe mëshira e Zotit është që këto njerëz prapë të futen në atmosferë të Ramazanit, duke e ditur që me këtë lëmosh ata në një farë forme përjetojnë Ramazanin apo dhe marrin shpërblimet tek Zoti, sepse në fund të ditës ata janë të arsyetuar, domethënë. Ky muaj është muaj adhurimi, për çfarë duhet bëjë një besimtar, një agjërues për ta plotësuar të plot gjithë këtë muaj që është i shenjtë. Atëherë, muaji i Ramazanit, siç edhe vetë profeti i Zotit, paqja qoftë mbi të, neve na paralajmëroi, është një muaj ku intensifikohen adhurimet. Për shembull, kemi të veçantë në këtë muaj namazin e teravive, që është i lidhur ngushtë me agjërimin. Është një namaz që falet vetëm për muajin e Ramazanit, që falet mbas namazit të fundit të yatsis dhe quhet ndryshe namaz vullnetar.